Vetëm timoni kushtote material shumë special. Afër 16.000 euro. Karbon ato janë. Karbon. Ata bicikletë kushtohen sa bicikleta Manushit. Shumë speciale, në fakt sa makinë. Vaj vetën në vaj. Kosta, nuk të vjen mirë kur gjok shulajmesh për Shqipërinë turistike. Të shoh të trishtuar. Ngri entuziazmin. Unë nuk më vjen mirë kur në gjej propagandë, se më vjen mirë. S'ka ke propagandë këtu, më. Realitet, S'ke bëjë propagandë. Unë vjen mirë kur në gjej lajme për Shqipërinë turistike. 5.000 të huaj në Eurovision, 1 miliard njerëz që ndjekin qafën e llogaras, ç'a do më shumë? Ideja është tu, që kur na numërohen vëllezërit tanë që vinë për pushime si turista, kjo pastaj është tjetër gjë. Po kur flitet për turizëm, është prapë tjetër gjë. E di pse do fitoj PS-ja? Se ju jeni opozitar shumë të dobët. Po çfarë jeti ora? Në vend që të pyesësh tani, sa lek ka pagu Shqipëria për këtë gjë, nga ka dalë lekët, ti bën gjëra tjera. Je pa, prandaj s'ka shanse. Tu do jemi me 12 maj. Unë do festoj, ti do qash. Ti 6 milion pagoj doktori, mori vesh gjithë bota. Ta pagoj 100 milion asnjë se di. E ç'më gjete. Po është propaganda pra, rrof propaganda. Dëgjoj këtu, ke video për pastaj? Kemi Manush, ti di gabim, ti kujton se kemi pagu lek në për Gjiron? Ata kanë pagu lek me arë Shqipëri. Lafi të mund, se unë e di që ata kanë paguar. Manush, reklama, më falë. Kjo është një super reklam për të gjitha hotelet, hostelat, për gjitha të njerët të do vinë. Shmirë. Dhe për Shqipërinë është shumë mirë. Dhe edhe për rrugë që të gëzimi, unë maj mënë që Gjiron me të Italisë ka qënës. Njerëzit ta dinë që do bllokohen rrugë për 5 orë. Do ta japë. Do të thënë, njerëzit pranë janë të lumtur se bllokojnë rrugët, se do vinë këtu dhe na ngelen. Manush, në vitet 85, jam kam qenë klasë e parë, vishin nga Shkodra me bicikletë për parë ndeshjet e futbollit. Pra vishin me bicikletë. Do të them ato kanë qenë. Ore, ti ke qenë vogël, di që bëu këtë Kemal Stafa kur lutet derbi Dina Barzani, gjithë bicikletat e Shqipërisë aty. Si quhej që rruta? Manush, ai quhej Ali Pazari. Ai që rruta bicikletat. Figurë e madhe. Ai dhe rasti më i veçantë që Xhiro, tamam Xhiro e vërtet e Shqipërisë, jo Xhiro Italisë, ishte që shkodrant vinin me bicikleta me Shkodrën Tiranë. Pa vllaznin. Dhe shkonin ke Liu, edhe idhse 500 lekë në Liut. Po, 200 lekë. 200 lekë, sa ishte? 200 lekë? Po. Edhe qelloi njëri i kishin zhduk bicikletën, a gabimisht ashtu se nuk vidhe. Absolutisht nuk vidhe, po kanë marrë bicikletën, na prap 200 lekë shit. Na merr prap 200 lekë, ka bicikletën, na 200 lekë. Tamam, ka qenë 2 lekëshi. 2 lekë. 2 lekë, po. Çfarë thot Liu tha, merr 2 lekëshin edhe. Merr 2 lekë. Kemi qenë një herë në një event të rëndësishëm me Alesia Bamin dhe një kolegon e Alesias në një restorant të rëndësishëm. Po është ky grupi këtyre që janë gjithmonë me tag. E ke parasysh ti? Jo, unë më përjashtoj pak lutem. Shilen makinë ke një parkim aty, edhe shkojnë aty të parkimit i thot, ta bo vllai një tag dhe ty, si 2000 lekë këtu. Gjere tagën të shpia. Dika kushon shumë mirë kjo. Tirana, Pogradec, erdhi momenti që t'japësh llogari. Po llogari. S'do japun, më do japin tjerë. Urime njerë, urime. Si turozim Po qa urime, a ishin detyrë shtëpie. Me dikush më e bukur, erdhën në fund fare të festonin. Që do festonin më, qëndrimi kategori. Po mirë më? Ishte unikale. Problemi është tu. Uroj që kjo që ndodhi mos përsëritet më këtë vit. Si gjendja e këtij ekipi që u katandis mos flas më tej, edhe kjo Final Four-i. Do të ndryshoj njëre mirë. Mos harrosh datë situata. Që 19 vjeçarët e Tiranës nga kategoria. Në jetë të jetëve 19 vjeçarët ka rënë 19 vjeçarët e Tiranës nga kategoria. Domethënë si mund të presësh ti që ekipi i parë furnizohet me talente ndërkohë që ekipi që furnizon ka rënë nga kategoria. A kupton kjo është ndek i madh. Po Gradecin ai dëgjove fjalët që tham para se të bëj që ka ekip dhe do t'ja vështërsoj Tiranës. Po ata i luajtën fare. Çfarë madhe për Pogradecin ishte me Tiranën. Rastet më të pastra i kishte Pogradeci për gole. Në një moment nuk po e kuptoja. 3-4 raste. Po shifja një ndeshje që është një ekip Superligë me një ekip që luan për të ngjitur apo dy ekipe kategorisë tre. Një duar përgjigje sepse realisht u sol si zotëri. Bravo qoftë dy intensisht. Jo. Për hir vërtet Pogradeci kishte një skuadër modeste, ëh. Dhe ishte i gjashti në kategorinë e parë. Si ka qenë Tirana? Ishte ekipi i fundit. Do si ka qenë Tirana. Po. Dhe ishte outsider nga gjithë ekipet që pretendoheshin. Duke i diferenca e cilësisë së Tiranës me Pogradecin, po ndeshjet e tilla nuk është kollaj ti luash. Ai, histori që morë.